Një 21 vjeçar me një të kaluar të dhunshme, probleme të rënda psikiatrike dhe një fiksim me shtëpinë e bardhë, ishte autori i sulmit të armatosur që ndodhi pasditën e së shtunës në Washington, duke vënë në alarm autoritetet amerikane. Bëhet fjalë për Nazir Best, banor i shtetit të Marylandit, i cili ishte tashmë i njohur për shërbimet sekrete të SBA-s. Sipas informacioneve të CNN dhe ABC, 21 vjeçari kishte tentuar edhe më parë të shkelte sigurinë e rezidencës presidenciale. Konkretisht, vetëm një ditë më parë, ai kishte tentuar të futej në zonë duke u thënë rojeve se është Jezu Krishti dhe duke u kërkuar të arrestonin, ndërsa një përpjekje të ngjashme kishte bërë edhe një vit më parë. Ngjarja ndodhi pak pas orës 18 sipas orës lokale, kur Best ju afrua perimetrit të sigurisë pranë ndërtesës historike. Siç deklaroi zëvendësi i shërbimit sekret Andy Guglielmi, i riu nxorri një armë nga një çantë dhe hapi zjarr ndaj policëve në një pikë kontrolli. Agjentët e shërbimit sekret reaguan menjëherë dhe u kundërpërgjigjen zjarrit, duke e plagosur rënd të dyshuarin. 21 vjeçari u dërgua në një spital aty pranë ku u konstatua vdekja e tij, nga të shtënat nuk u plagos asnjë agjent. Megjithatë, një kalimtar u godit nga plumba të humbur dhe u plagos rënd. Dëgjuam rreth 20 deri në 25 të shtëna që ngjanin me fishek zjarre, por ishin të shtëna dhe të gjithë filluan të vraponin, tha për agjencinë franceze të lajmeve Guardian, një turist kanadez që ndodhej në vendngjarje. Në kohën e shkëmbimit të zjarrit, presidenti amerikan Donald Trump ndodhej brenda shtëpisë së bardhë. Ai kishte anuluar lëvizjet e planifikuara për shkak të situatës së tensionuar me Iranin. Zëvendësi i shërbimit sekret siguroi se presidenti nuk u ndikua nga ngjarja. Kjo shënohet si tentativa e tretë e dyshuar ndaj jetës së Trump në 2 vitet e fundit, pasi incidenti aktual vjen vetëm një muaj pas një sulmi të armatosur në darkën e korrespondentëve të shtëpisë së bardhë. Me një postim, Donald Trump falenderoi shërbimin sekret dhe autoritetet për reagimin e shpejtë dhe profesional. Ai theksoi gjithashtu nevojën për rritjen e sigurisë në kryeqytetin amerikan.